Përshëndetje të gjithëve, i nderuar Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, të nderuar ambasadorë të Zvicrës, të nderuar kryetarë të bashkisë të shqipërisë dhe përfaqësues të tyre, dhe të nderuar pjesëmarrës. Mirë se keni ardhur në konferencën e lançimit të sistemit të performancës të njësive të vetëqeverisjes vendore, një projekt i rëndësishëm i bashkive i cili ndikon drejt për drejt në mirëqenien vendore. Ftoj Ministrin e Shtetit për Pushtetin Vendor, zotin Ervin Demu, për fjalën e hapjes të kësaj konference, por edhe për të prezantuar gjetjet kryesore të matjes së performancës. Zoti Demu. Përshëndetje të gjithëve. Të nderuar zonja ambasadore, zonja Hubert, i nderuar ambasador zoti Strom, miq të nderuar kryetar, ju falenderoj për pjesëmarrjen këtu sot dhe përfaqësues të institucioneve qendrore. Në këtë aktivitet, shumë domethënës për performancën e bashkive, në kuadër të sfidave dhe integrimit evropian, Shqipëria 2030, sistemi i qeverisjes vendore në vendin tonë ka bërë dukshëm për parim dhe përmirësim të parametrave të ofrimit të shërbimeve të ndikuar nga procesi i decentralizimit dhe patjetër reforma e fundit territoriale e ndërmarrë në vitin 2015. Sot ne do të prezantojmë gjetje dhe rekomandime nga raporti i sistemit të matjes performancës bashkiake për vitin 2024, i cili përfshin 3 fusha: menaxhimin financiar, ofrimin e shërbimeve dhe mirëqeverisja dhe integrimi evropian. Dua të theksoj se sot të gjithë jemi fitues. Bashkitë të cilat kanë miratuar planet strategjike për menaxhimin më efikas të funksioneve për gjatë vitit 2025 do të përfitojnë transfert financiare si një incentiv për angazhimin e tyre. 10 nga bashkitë të cilat përfitojnë më shumë janë Librazhdi, Mati, Kolonja, Prejansi, Puka, Puzharzi, Shijaku, Dibër, Dropulli e tjerë. Duke theksuar se mekanizmi në formën që ka marrë ka favorizuar bashkitë të cilat nuk i dispononin planet vendore për menaxhimin e funksioneve. Mekanizmi në vetvete shërbeu si një mjet për të krijuar bazën e matjes performancës për vitet që do të kemi përpara. Dhe unë këtu dua të përmend bashkitë të cilat kanë pasur në fakt në veprim shumë prej këtyre planeve përpara se të fillonte ky proces. Duke filluar me Shkodrën, Lezhën, Gjirokastrën, Devollin, Selenicën, Korçën, Kuçovën, Mallakasën, Skaparin dhe shumë bashkitë tjera. Mund të them me krenari se sot të gjitha bashkitë e vendit janë të pajisura me dokumentat të planifikimit strategjik, duke përmbushur objektivat shtetëror që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi. Për vitin 2026, matja e performancës do të konsistojë në vlerësimin e implementimit të planeve të miratuara. Dhe kjo do të jetë hapi i dytë që përsa i përket grantit performancës, i cili do të vihet duke punuar të gjithë së bashku me kapacitet plot në buxhetin e vitit 2027. Prandaj 2026 është një vit shumë i rëndësishëm për të krijuar një model të qëndrueshëm dhe më të avancuar të matjes performancës, duke u bazuar te gjitha mësimet e nxjera nga ky proces që ne po mbyllim sot. Për sa i përket raportit të sistemit të matjes performancës, arrim të kemi disa konkluzione të rëndësishme, duke evidentuar qartë konsolidimin e njësive të vetëqeverisjes vendore. Përmirësimi të ardhura nga burimet e veta tregon progres të dukshëm në menaxhimin financiar vendor. Në vitin 2024, të ardhurat nga burimet e veta arrin në 44.4 miliard lek, ose 1.83% e GDP-s, dhe 6.25% të totalit të ardhurave të, le themi, të akumuluara nga qeveria qendrore. Të ardhurat e vetë bashkive janë më shumë se 3 fishi, krahasuar me vitin 2015. Dhe kjo është një arritje e jashtëzakonshme. Patjetër që kjo buron si rrjedhoi zërimit bazës së taksave dhe rritja e aktivitetit ekonomik,
të familjeve dhe bizneseve. Të ardhurët e veta për frym po ashtu janë rritur nga 14.530 në vitin 2023 në 18.497 në vitin 2024, duke shënuar një rritje të konsiderueshme për 27%. Taksa e pasurisë, si burim kryesor i të ardhurave të veta vendore, është rritur po ashtu me 84% nga 3.9 miliard lekë që ishte në vitin 2015 në 7.2 miliard lekë në vitin 2024. Dhe në fakt ne tani presim të bëjmë një kërcim cilësor, duke marrë në konsiderat iniciativën me mbështetjen e partnerëve suedez për sa i përket konsolidimit të mekanizmit të taksës pasurisë dhe vetë buxheti që tashmë është duke miratuar në parlament ka parashikuar 2 miliard lekë më shumë krahasuar me vitin 2025. Detyrimet e prapëmbetura janë një ndër treguesët më të rëndësishëm të mirë menaxhimit financiar të pushtetit vendor, duke arritur të zvoglojnë vlerën e tyre nga 12 miliard në vitin 2015 në 3.1 miliard në vitin 2024. Investimet për frym po ashtu për periudhën 2015-2024 janë rritur përkatësisht me 69%, dhe ky është në fakt një tregues shumë i rëndësishëm për sa i përket përmirësimit të infrastrukturës dhe shërbimeve në territor. Për sa i përket ofrimit të shërbimeve, unë po ndaj me ju vetëm një pjesë të gjetjeve nga matja e performancës për vitin 2024. Në lidhje me arsimin parashkollor, raporti fëmijë mësues është përmirësuar duke ju ofruar mesatares së vendeve të Bashkimit Evropian. Shkalla e regjistrimeve në qerdhe po ashtu ka reflektuar një trend pozitiv nga 9.89% në 12.46%. Pas transferimit të kompetencave për ujitjen dhe kullimin, funksionaliteti i kanaleve është rritur ndjeshëm, gati 6 herë më shumë krahasuar me vitin 2015. Vetëm 19% e fundit ujor dhe kullotave ka qenë e plotësuar me planet mbështrimit në vitin 2023, ndërsa në vitin 2024 është mbuluar 24% e territorit. Menaxhimi integruar i mbetjeve, e cila është një nga sfidat kryesore që bashkitë kanë, po ashtu kanë shënuar një progres të rëndësishëm për sa i përket mbulimit të kostove, duke u rritur nga 68% në vitin 2023 në 83% në vitin 2024. Dhe kjo krijon në fakt një shtrat shëndetshëm për të krijuar një sistem të menaxhimit të integruar të mbetjeve të qëndrueshëm për atë çfarë është fakt misioni ose një ndër misionet kryesore të bashkive. Strehimi social është sektori që ekspozon më fort pabarazinë territoriale dhe kapacitetet e ulta institucionale, është sektori ku bashkitë reagojnë më shumë se sa planifikojnë realisht në buxhetet e tyre dhe përgjithsisht pjesa më e madhe e ndërhyrjeve ka formën dhe karakterin e emergjencave ose përgjigjen ndaj emergjencave sociale. Ndërsa shërbimet social kurative si paku, strehimi apo përgatitja kundrejt parandalimit të dhunës në familje etj. Me radhë kanë mungesa nga ana e infrastrukturës dhe stafit profesional. Qendrat komunitare që ofrojnë shërbime sociale po ashtu janë rritur dhe sfidë mbeten ngritja e fondit social vendor, i cili do t'i mundsojë bashkive ofrimin e qëndrueshëm të shërbimeve që sot kryesisht ofrohen nga shërbimi social shtetëror ose organizata të ndryshme. Në fushën e mirëqeverisjes dhe integrimit evropian, në nivel kombëtar në vitin 2024 shënohet patjetër një element që është për të përgëzuar për gjithë bashkitë, stabilizimi i rotacionit personelit dhe rritja e pjesëmarrjes në trajnime dhe në mënyrë absolute arsyeja kryesore që ne shumë shpejt brenda pak javësh do të hapim Akademinë e Pushtetit Vendor është pikërisht për të përmirësuar edhe më tej ta tregues aq më shumë me një strukturë e cila do të jetë e fokusuar totalisht në nevojat specifike që ka pushteti vendor në tërësi apo bashkitë caktuara. Për vitin 2024 shënojmë pikthesë për konsolidimin e qeverisë së hapur në nivel vendor, pasi zgjerimi i paketës treguese të transparencës, rriti ndjeshëm standardet e publikimit dhe monitorimit. Barazia gjinore në veçërisjen vendore mbetet po ashtu një tregues i fortë i cilësisë administrimit dhe të dhënave në vitin 2024, tregojnë se përfaqësimi i grave në administratë pothuajse në të gjitha nivelet ka pasur përmirësim, duke marrë sidomos për pozicionet e mesme dhe të ulta mbi 50% të punësuarve janë gra.
Në lidhje me procesin e integrimit evropian, bashkitë me popullsi më të vogël kanë numri më të ulët edhe të marrëveshjeve ndërbashkiake, e cila në fakt është një ndër sfidat që do të adresohet jo thjesht me nismën që ne do të ndërmarrim si Ministri e Pushtetit Vendor, por patjetër bashkitë vetë dhe aq më shumë atë çfarë duhet të ketë konsiderat. Edhe proceset që do të kemi përpara që janë shumë të rëndësishme për vitin 2026, siç është reforma territoriale. Rezultatet e prodhuara nga raporti konfirmojnë se bashkitë e mesme dhe të mëdha janë më të avancuara në bashkëpunime ndërinstitucionale dhe sigurimin e fondeve nga donatorët, ndërsa shumë bashki të vogla mbeten ende në faza fillestare. Unë përmenda disa nga gjetjet, në fakt ne duhet jemi ndërgjegjshëm që ajo çfarë kërkohet tashmë nga gjitha institucionet në nivel kombëtar, por patjetër dhe nga bashkitë e vendit, sidomos kur ne flasim për proceset integruese, që Shqipëria është duke ndërmarrë me hapa shumë të shpejtë dhe aq më shumë me objektivat e vendosur për sa i përket vitit 2027 dhe vitit 2030, bashkitë patjetër duhet që ta përmirësojnë jo thjesht performancën, po të kalojnë në një nivel tjetër të vetëqeverisjes vendore. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, jo thjesht për të garantuar implementimin e të gjitha detyrimeve që Shqipëria tashmë po ndërmerr edhe si pjesë e integrimit evropian, por mbi të gjitha për të plotësuar atë që është dhe misioni kryesor dhe që në fakt çdo kryetar bashkie e di shumë mirë që është përmirësimi i vazhdueshëm i shërbimeve dhe cilësisë së jetës së qytetarëve në territor. Unë besoj fort që ky ushtrim është hapi i parë i një objektivi madhor që ne do të arrijmë të gjithë së bashku për një vendimarrje të bazuar mbi të dhëna. Dhe kjo vendimarrje e bazuar mbi të dhëna nuk ka lidhje vetëm me performancën, por patjetër edhe kur flasim për një qasje multiinstitucionale, dhe unë këtu do doja të përmendja kam fatin që ne kemi këtu drejtoreshën e Instatit dhe institucionet të tjera qendrore, të cilat me nismat e tyre patjetër e bëjnë më të qëndrueshëm ndryshimin që duhet ndodhi brenda pushtetit vendor dhe absolutisht të ofrojnë instrumentat e duhur për të garantuar përmirësimin e shërbimeve në territor. Dhe këtu kemi dhe drejtorin e Bankës Botërore, ku ne po ashtu kemi një projekt i cili është shumë i rëndësishëm për digitalizimin e shërbimeve lokale, i cili është një projekt transformues për sa i përket asaj çfarë ne kërkojmë gjithë së bashku të realizojmë në territor. Patjetër që 2026 duke referuar dhe miratimit të Komisionit Parlamentar për Reformën Territoriale, do duhet që të gjithë ne të diskutojmë së bashku për integrimin e këtij instrumenti në formulën e transfertës financiare që qeverisja vendore do të ketë kundrejt bashkive. Unë e përmenda në fillim të fjalës që mësimet që ne nxjerrim nga ky procesi deri tanishëm, më pas me atë çfarë ne do të nxjerrim gjatë vitit 2026, për sa i përket vazhdimit të formulës dhe dhënies së grantit performancës, por duke u fokusuar më shumë në implementimin e planeve të cilat janë miratuar edhe gjatë vitit 2025, bashkë me Ministrinë e Financës, ne do të mundemi që për vitin 2027, aq më shumë kur flasim edhe për adoptimin e sistemit të afmisit, ne të kemi një sistem më të qëndrueshëm të shpërndarjes edhe të fondeve, ose një pjesë të mirë të fondeve që shpërndahet nga qeveria qendrore, të shpërndahen patjetër në bazë performancës. Tani nuk është rasti që në fakt të gjithë ata të cilët kanë punuar pafundësisht dhe kanë mbështetur pafundësisht të gjithë ata që janë marrë me këtë proces, unë i kam lënë në fund. Unë do doja të falenderoja në mënyrë të veçantë ambasadorën e Zvicrës, ambasadorin e Suedis dhe të gjithë ata të cilët kanë qenë të përfshirë, duke filluar në Roberti, Valbona e gjithë me radhë, që kanë qenë të përfshirë në mbështetjen e këtij mekanizmi dhe patjetër me AMVV-n kanë bërë të mundur një milestone që ne sot të gjithë po prezantojmë së bashku, që është në vetvete një gur themeli i rëndësishëm për një qasje të re dhe ndërveprim të ri, qoftë dhe financiar, të qeverisë qendrore me
vetëqeverisë me autoritetet lokale. Unë do doja të falenderoja nga zemra të gjithë ata që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, jo thjesht mbështetje në nivel teknik, por patjetër dhe financiar, sepse granti në vetvete është i mbështetur në 50% të tij nga donatorët. Dhe kjo është një tregues i qartë i mbështetjes së tyre dhe besimit që vetë partnerët kanë në atë që ne të gjithë duhet bëjmë së bashku, që të përmirësojmë dhe garantojmë që shërbimet në nivel lokal të jenë në lartësinë e asaj çfarë kërkojnë qytetarët. Unë do doja të falenderoja patjetër të gjithë kryetarët e bashkive, të cilët në mënyrë energjike janë përgjigjur le themi këtij procesi, janë përgjigjur po ashtu dhe incentivave që ky proces ka përfshirë në vetvete. Dhe unë besoj fort që në fund ditës kryetarët e bashkive janë të parët, të cilët janë të interesuar që performanca në nivel lokal absolutisht përmirësohet dita ditës, vit pas viti, në mënyrë që atë çfarë ne kemi të gjithë si mision, gjithë së bashku, që është fokus qytetari, ne të arrijmë që të dojmë më shumë dhe më mirë për qytetarët e Shqipërisë. Unë faleminderit. Unë po e mbyll vetëm me një falënderim me shumë për ulje edhe për gjithë ata antarë të stafit, të AMV-s dhe të gjithë specialistët, ekspertët të cilët kanë mbështetur këtë proces dhe në mënyrë absolute të gjithë ministritë të cilat kanë qenë të përfshira në këtë proces, dhe unë këtu do të veçoja absolutisht Ministrinë e Financës. Tu kemi Franin diku që është godfather i financineve në nivel lokal, por që absolutisht Ministrin e Financës, Ministrin e Arsimit dhe gjithë ministritë të cilat janë bërë pjesë integruese e procesit të vlerësimit që ne kemi ndërmarrë të gjithë së bashku. Nga vetë ky proces ne kemi kuptuar, besoj edhe më shumë të gjithë bashkë, që për të garantuar dhe për të arritur atë çfarë ne kemi si mision dhe objektiva për pushtetin vendor, kuptohet që është dhe kërkon detyrimisht një qasje multi-institucionale të gjitha niveleve dhe patjetër një angazhim maksimal të kryetarëve të bashkisë. Shumë faleminderit edhe na priste mbara të gjithëve. Faleminderit. Faleminderit zoti Demo, ashtu sikur se thatë edhe ju, partnerët ndërkombëtar janë një hallk dhe një mbështetje shumë e rëndësishme e këtij projekti. Ndaj kam kënaqësinë të ftoj për fjalën e saj përshëndetëse, shkëlqësinë e saj zonjë Ruth Cooper, ambasadorja e Konfederatës Zviceriane në Shqipëri, një partner i rëndësishëm në këtë program. Të nderuar ministër, zoti Demo, i nderuar zoti ambasador Strum, Adelina Farici, të nderuar zotrin kryetar bashkisë, kolegë, partner. Konferenca e sotme është një hap shumë i rëndësishëm për pushtetin vendor. Zvicra ka qenë një partner afatgjat për Shqipërinë në rrugën e saj drejt decentralizimit dhe fuqizimit të pushtetit vendor. Dhe ngelet një partner i fuqishëm në këtë fushë. Jemi të inkurajuar nga performanca e cila tregon një sukses të madh në miratimin e këtyre shërbimeve. Kemi parë statistika shumë mbreslënëse për përmirësimin e kësaj situate. Kjo tregon që performanca e pushtetit vendor po përmirësohet dhe për këtë dua t'ju uroj të gjithëve t'ju shpreh falënderimet dhe urimet e mia më të mira. Njëkohësisht, në këtë raport dalin dhe sfida të cilat duhen adresuar në këtë konferencë, por kuptohet edhe në muajt që vijim. Sistemi që është vendosur kohët e fundit për matjen e performancës dhe granti janë dy instrumente shumë të rëndësishëm që ndihmojnë bashkitë në punën e tyre. Ato janë të hartuara për të rritur transparencën, efikasitetin dhe cilësinë e shërbimeve publike. Unë vlerësoj faktin që të gjithë bashkitë, të cilat marrin pjesë
u futën në këtë proces, u përgatitën dhe përgatitën planet e tyre në fushat e tyre të kompetencës dhe morën përgjegjësi për rezultatet e tyre. Në shumicën e rasteve këto plane u bën në mënyrë të pavarur, kuptohet me mbështetje të fuqishme nga shoqata kombëtare e bashkive në Shqipëri, e cila dha dhe mbështetjen e saj, që reflekton si kapacitetet që janë duke u rritur të pushtetit vendor dhe njësive vendore, si dhe një hap të rëndësishëm në për vetë shoqatat. Ky është një hap i rëndësishëm drejt maturimit dhe leadershipit të pushtetit vendor. Kjo tregon se bashkitë janë të gatshme për ta zhvilluar veten e tyre dhe ky është një hap shumë i rëndësishëm, një gur i rëndësishëm themeli për decentralizimin. Gjithashtu jemi të inkurajuar që shohim që bashkitë dhe planet bashkiake janë në përputhje me politikat kombëtare, dokumentet strategjik kombëtar, dhe kjo kërkon pikërisht një mbështetje për të përfshirë në procesin e negociatave të integrimit në BE. E gjitha kjo është shumë e rëndësishme. Sistemi i madhis performancës dhe granteve tregon dhe reflekton pikërisht ato mekanizma që përdoren në Bashkimin Evropian, ku financimi mbi bazë të performancës është një element shumë i rëndësishëm dhe për politikat rajonale. Duke zbatuar modele të ngjashme dhe në Shqipëri, Shqipëria po përgatitet edhe më mirë drejt antarësimit në BE. Bashkitë të cilat janë të përfshira në mënyrë aktive, të cilat kërkojnë këto grante, janë edhe më të përgatitura për të pasur akses në fondet e BE-s në të ardhmen e afërt. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar partner, po shohim një mënyrë të re, një mentalitet të ri, një qeverisje e cila bazohet tek performanca, tek të dhënat e nxjera dhe tek performanca. Të gjitha këto kanë si qëllim që të veprohet në mënyrë të ndryshme, duke marrë vendime mbi bazë të dhënave dhe duke pasur një mentalitet mbi bazë rezultatesh. Pra kam kënaqësinë të them dhe të dëgjoj që nga drejtor Resha i Statit, nga zonja Duli, për instrumentat që do të përdorin Stati, të cilat i ka përdorur dhe i ka krijuar me mbështetjen tonë. Për të ardhmen ne inkurajojmë fuqimisht institucionet vendase dhe kombëtare ta përdorin këtë raport, jo vetëm për grantet, por për të drejtuar më pas politikat, për të monitoruar funksionet dhe për të siguruar që autonomia vendore çon në shërbime më të mira. Gjithashtu, ftojmë të gjithë aktorët shoqëror dhe ekonomik, përfshirë median, akademikët, shoqërinë civile, për t'i përdorur sa më shumë këto të dhëna të cilat janë shumë të rëndësishme, sepse ndihmojnë në një debat publik e cila do të çojë në një demokraci më të fortë. Duke mbyllur, si përfaqësuese e Zvicrës, më lejoni që të flas edhe për një mësim që kemi nxjerrë dhe ne nga decentralizimi. Decentralizimi është shumë i rëndësishëm sepse kërkon më shumë dhe sjell më shumë funksione të deleguara, më shumë autonomi dhe i bën këto më afër qytetarëve, i sjell më afër qytetarëve dhe garanton shërbime më të mira për qytetarët. Duke e mbyllur, dëshiroj të theksoj që ne vazhdojmë të jemi të angazhuar për ta mbështetur Shqipërinë në këtë transformim kaq të rëndësishëm. Faleminderit dhe suksese. Ndërkohë, një tjetër partner i rëndësishëm ndërkombëtar pas zonjës Hooper, do doja të ftoja për të thënë dhe fjalën e tij përshëndetse për këtë projekt të rëndësishëm që po ashtu ka patur të njëjtin rol dhe mbështetje, shkëlqësinë e tij zotin Niklas Strom, ambasadorin e Suedisë në Shqipëri. Thank you very much. Faleminderit shumë. I nderuar ministri Demo, e dashur, nika ime ambasadore Ruth Huber, të shuar kryetar bashkie, të përfaqësues të Këshillit Bashkiak, zonja dhe zotërinj, është kënaqësi që gjendem këtu, është një aktivitet i veçantë që shënjon një gur kilometrik të rëndësishëm për bashkitë shqiptare dhe për partneritetin suedez e zviceran me bashkitë shqiptare për t'i bërë këto bashkime të forta. Ajo çfarë do të thonë më e fortë për ne është një bashki që ofron shërbime më të mira për gjithë qytetarët në mënyrë efikase. Administrimi mbetjeve
vitit fundi, kemi arritur në pikën ku donim dhe kjo është pozitive. Gjetjet e prezantuara sot pohojnë vlerën e këtij instrumenti, ndihmojnë mbështetjes që të ofrojnë shërbime me transparencë, llogaridhënie, e siç e përmendi Ruthi, ka krijuar një mënyrë të drejtë, të bazuar në dhëna për të mbështetur pushtetin vendor. Granti bazuar në performancë është në fakt një kulminacion i bashkëpunimit midis Zvicrës, Suedisë e qeverisë shqiptare. Është një skem granti ku kanë marrë pjesë të gjitha bashkisë shqiptare, sepse me gjatë shohin që mbështetet tek një mënyrë drejtë dhe parashikueshmëria. Një pikë e rëndësishme që dua ta përmend dhe që ministri Demo gjithashtu ju referua, është se performanca dhe përgjegjësiria mbështetet te aftësia e bashkive për të mbledhur në mënyrë qëndrueshme të ardhurat vendore. Në fakt nuk duhet jam unë që ju a them këtë. Qysh prej 2018 Suedia përmes tatim paguesve të vet ka ndihmuar Shqipërinë për një sistem modern të taksës mbi pasurinë që do të sjellë më shumë të ardhura për bashkinë. Mendojmë që kjo është edhe thelbësore për decentralizimin fiskal. Mbështetja jonë përmbyllet në dhjetor të këtij viti, ndaj vitet në vijim do të jenë vendimtare për Shqipërinë. Kalimi në kadastrën digjitale do të jetë një moment i vërtet suksesi për të mbështetur përpjekjet e Shqipërisë për përmirësimin e sistemeve. Do të jetë një nga elementet kyçe për bashkim më të forta e një Shqipëri më të fortë. Bashkitë aktualisht janë më të afta të planifikojnë zhvillimin e tyre duke mobilizuar burimet e veta dhe duke marrë përgjegjësi për performancën e tyre. Kjo është shenjë pjekurie institucionale që duhet në Shqipëri dhe një stimulim i mirë apo përgatitje e mirë për atë çfarë do të vijë dhe konkurrencën që në të ardhmen Shqipëria do të ketë si në kuadër të fondeve të kohezionit në të ardhmen. Ajo çfarë kremton sot nuk do të kishte qenë e mundur sigurisht pa bashkëpunimin e fortë me ministrit e linjës, me ministrin e shtetit për pushtetin vendor, me shoqatën e bashkive dhe sidomos me agjencinë për mbështetjen e vetëqeverisjes vendore. Shpresoj që kjo nismë të përfaqësor një mënyrë të re të menduarit për pushtetin vendor, një mënyrë e cila mbështet, inkurajon inovacionin dhe shpërblen ata që realizojnë. Suedia është krenare të mbështet një transformim të tillë në Shqipëri. Mbetemi të angazhuar për një të ardhme ku bashkitë janë të fuqizuara dhe gëzojnë autonominë e përcaktuar në Kartën Europiane të Autonomisë. Në fakt, çelës duhet jetë demokracia si orientimi i qytetarëve, sepse pushteti ju takon njerëzve dhe njerëzit presin performancë dhe përgjegjësimë. Ne jemi krahjush në këto përpjekje dhe në të ardhmen për të bërë bashkitë më të forta dhe ofruesit e shërbimeve më të mirë. Dhe përpara se ta përmbyll, dua të përshëndes të gjithë kryetarët e bashkive që kam takuar e që i kam vizituar dhe dua t'ju them se kjo ka qenë pjesa më shpërblyese e punës time të vinë bashkitë tuaja dhe pres me padurim të shoh edhe më shumë prej jush. Kisha ambicien që të shkoja në të gjitha bashkitë, le të shoh nëse do mundem t'ja dal. Faleminderit edhe një herë, pres me padurim të takoj edhe më shumë prej jush. Faleminderit. Faleminderit zoti ambasador. Duke falendruar edhe një herë zotin ambasador dhe zotin Demo, ne do ta mbyllim pjesën e parë me fjalët hyrëse sa i përket dhe konferencës për cilën jemi mbledhur ditën e sotme. Do kemi 15 minuta pushim dhe më pas do rikthehemi në pjesën e dytë ku panelistët do dalen gjëra gjatë për të diskutuar.